Në listën e 24 dekorimeve me tituj të lartë, kryeministri Edi Rama çoi për dekretim në presidencë dhe emrin e zonjës Mimoza Dhëmbi, drejtoreshe e përgjithshme e buxhetit të shtetit në Ministrinë e Financave prej më shumë se 20 vitesh, me propozim të kryeministrit Edi Rama dhe dekret numër 454, datë 5 dhjetor 2025, nona e paprekshme e bëmave të buxhetit të shtetit, Mimoza Dhëmbi, është dekoruar me titullin e lartë Oficer i Urdhrit të Skënderbeut. Duke qenë se dekoratat në Shqipëri jepen si qoka apo ftesa dasme, nuk u bë qameti pse ju dha një dekorat edhe Mozës, e cila ka firmosur dallaveret me taksat e shqiptarëve në qeverit Berisha dhe Rama nëpërmjet koncesioneve, tenderve, fondeve fiktive të investimeve dhe pagave, por është qesharak motivi i dekorimit të saj, në cilin Babloku i ka bërë këtë vlerësim. Zonjës Mimoza Dhëmbi Selmani i jepet dekorata Oficer i Urdhrit të Skënderbeut për merita të veçanta dhe kontribute të qëndrueshme në shërbim të shtetit dhe interesit publik, zgjidhje eficiente në arbitrazhe dhe vendimarrje, duke dëshmuar gjatë një veprimtarie shërbimi mbi 20 vjeçare, aftësi dhe vizion strategjik në menaxhimin e financave publike. Është përqeshur e për të vënë kujën që moza e buxhetit të financave dekorohet për sukses në gjyqjet e arbitrazhit, ku Ministria e Financave dhe Qeveria kanë dështuar dhe humbur gjyqe ndërkombëtare me vlerë 310 milion euro.